Përshëndetje të dashur teleshikues, fillojmë lajmet në televizionin 4+. Sot u zhvillua provimi i gjuhëletërsisë nga maturantët, por sërish dalin tezat e provimit të gjuhëletërsisë. Reagon Ministria e Arsimit, nuk cënohet procesi. 27.000 maturantë në të gjithë vendin ju nënshtruan këtë të martë provimit të dytë të maturës shtetërore, atij të gjuhëletërsisë. Testimi i 597 maturantëve lushnjar nisi në orën 10 në 4 qendrat e përgatitura për ta. Shkolla 18 tetori Skënder Libohova, 4 dëshmorët Vath Korreshi dhe vazhdoi për 2 orë 30 minuta. Nxënësit vetëm me kartën e identitetit dhe stilolapsin u paraqitën 1 orë 30 minuta para nisjes së provimit në 10, por përsëri u publikua në rrjetet sociale tezat e provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Ministria e Arsimit reagoi duke theksuar se procesi nuk cënohet. Provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë po kryhet sipas standardeve, nuk cënohet procesi. Ministria e Arsimit dhe Sportit garanton se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar mbarvajtjen e procesit të provimeve dhe për të ruajtur integritetin e tij të plot. Publikimi i tezës së provimit të lëndës gjuhë shqipe dhe letërsi pas fillimit të procesit të testimit nuk e cënon as pak ecurinë dhe besueshmërinë e procesit të provimit të maturës shtetërore. Rreth 27.000 maturant në 145 qendra provimi në të gjithë vendin po zhvillojnë provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë në kushte të qeta dhe në përputhje me të gjitha standardet e sigurisë të parashikuara në rregulloren e maturës. Institucionet arsimore në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit mbeten të angazhuara për të ofruar një proces të drejtë, të barabartë dhe transparent për çdo maturant, thuhet në reagimin e Ministrisë së Arsimit. Provimi i parë ishte ai gjuhës së huaj që u zhvillua në 3 qershor, ndërkohë më 17 qershor maturantët do të vijojnë me matematikën dhe do ta mbyllin sezonin me provimin me zgjedhje më 24 qershor. Projekti Unë jam myzeqar i sjell nga klasat e 11-ta të shkollës jo publike nënshkruesi i pavarësisë Nebi Sefa pasqyroi jetën dhe traditat myzeqare me veshjet popullore, ushqimin e zonës, muzikën, bujqësinë, historinë dhe të tjera. Klasat e 11-ta të shkollës jo publike nënshkruesi i pavarësisë Nebi Sefa prezantuan projektin Unë jam myzeqar para nxënësve, prindërve, mësuesve dhe drejtorisë së shkollës. Në projekt u përfshin pothuajse të gjitha lëndët mësimore që nxënësit i kanë ndërthurur me anë të veçanta të jetës së myzeqes dhe myzeqarëve, si gjeografia, historia, biologjia e të tjera. Unë jam myzeqar nuk është thjesht një titull, është një ndjesi që secili për nesh mban në zemër kur përmend emrin nga ku vjen. Ky projekt është një udhëtim përmes artit, kulturës, traditave dhe historisë së myzeqes, të treguar nga ne, të rinj që jemi pjesë e saj. Fusha më e madhe e rajonit perëndimor dhe e krejtë Shqipërisë në sipërfaqe për 1350 km². Ajo shtrihet që nga lumi Shkumbi në veri edhe deri në fshatin Novosel pranë Florës me jug. Në pjesën perëndimore të këtij fshati ndodhet Bregdeti i ulët i Adriatikut, ndërsa në pjesën lindore ndodhen kodrat e Tarsis, Kuçollës dhe Mallakastrës, të cilat janë afër në nord. Pashë Zela është një ikon më të mëdha të muzikës shqiptare. Ka palir në 7 prill 1989 dhe u bë i njohur gjatë viteve 60, si një këngëtar me zë të ngrohtë, të fuqishëm dhe shumë emocional. Veshjet popullore myzeqare, gatimet tradicionale të zonës së myzeqes, produktet bujqësore, pasqyruan traditat dhe burimin kryesor të të ardhurave të myzeqarëve, që ishte dhe është bujqësia. Në këtë projekt kemi vendosur të sillim në vëmendje një pjesë e rëndësishme të trashëgimisë kulturore, kostumin popullor të grave të zonës së myzeqes, të krijuar nga ne, me duart tona që nga hapat e parë. Ky kostum është dizenjuar prej arqeku dhe që nisur nga ne, duke bazuar në modelet dhe elementet karakteristik të kostumit popullor të grave myzeqare. Për çdo zonë kishte karakteristikat e saj. Për çdo pjesë të tij, kemi bërë një rrëfim të kujdesshëm për të kuptuar ngjyrat, motivet dhe mënyrën në se si ndërtohej vesha dikur. E më pas, kemi përsëritur materialet të shëndetësit për të bërë këtë kostum sa më autentik dhe personal. Tashmë do ju prezantoj disa sende me vlerë që janë gjetur në zonën e myzeqes. Mund të përmendim tespijet e gjyqërve, kemi mullin e kafes të madhin dhe të voglin, kemi disa dybi, ndërsa për pjesën e servirjes kemi një tabakar, një gotë dhe një gjeze për të përgatitur kafen. Gjithashtu gjyqërit tanë përdorin edhe një lull. Drejtuesja e projektit, mësuesja Elvana Trungu, falenderoi nxënësit për përkushtimin dhe bashkëpunimin në këtë projekt shumë interesant. Pata skuadrën më fantastike që realizuan me sukses të projekt. Gjithashtu falenderoj të gjithë kolegët për mbështetjen, falenderoj të drejtorinë që na dha hapësirën për të realizuar këtë projekt që nuk tregon vetëm se çfarë dim të bëjmë,
por tregon se kush jemi. Do të rishqyrtohen mbi 610.000 vota të Tiranës dhe Fierit. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Celi Bashi zbulon kur do të nisë procesi i rinumërimit. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celi Bashi njoftoi sot në një konferencë përshtyp se mbi 610.000 vota do të rinumërohen në qarqet e Tiranës dhe Fierit. Procesi i rinumërimit pritet të nisë të hënën ose të martën e javës së ardhshme dhe do të përfshijë një organizëm logjistik dhe njerëzor që Celi Bashi e përshkroi si të krahasueshëm me atë të vetë numërimit pas votimeve të 11 majit. Është dashur kohë për të përgatitur pasi ky proces kërkon një angazhim të madh, si në aspektin logjistik ashtu dhe njerëzor, u shpreh Celi Bashi, duke theksuar seriozitetin dhe rëndësinë që i jepet transparencës së këtij procesi. Dhe në fakt në një kohë rekord ja kemi dalë që ta kemi gati gjithë infrastrukturën dhe kapacitetet njerëzore për ta filluar këtë proces, kurse thash hënën ose të martën e javës që vjen. Procesi do të zhvillohet në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Hoti. Kemi dashur që ta zhvillonin këtë proces në ambientet e Parkut Olimpik, po për shkak të rrethanave objektive aty është parashikuar të zhvillohet një kampionat evropian i voleybollit dhe qartazi kemi qenë të detyruar të shikonim një opsion tjetër dhe thjesht për ta formalizuar, po 99.99% ky proces do të zhvillohet te Pallati i Sportit Faria Hoti. Kemi parashikuar që të ngrihen rreth 24 ose 25 grupe numërimit të përbërë nga 2 antar të stafit të KQZ-s, të administratës së KQZ-s. Pjesa më e madhe e tyre do të jenë stafi i përhershëm, po do të ketë angazhim edhe nga stafi i përkohshëm në këtë proces. Kemi vlerësuar që e gjithë procedura do të marrë paktën për qarkun e Tiranës dhe për qarkun e Fierit. Do të marrë ndërmjet 18 dhe 20 ditë dhe për ta kuptuar se pse do të duhen kaq shumë ditë, ju sjellim në vëmendje disa shifra. Për qarkun e Tiranës, procesi i numërimit dhe vlerësimit të fletëve votimit, pra pas datës 11 maj, ka angazhuar 208 grupe numërimi, pra 104 tavolina. Dhe për qarkun e Fierit, 46 tavolina ose 92 grupe numërimi që shkojnë gati 150 tavolina. Dhe duke qenë se ne kemi rreth 6 herë më pak tavolina, llogaritet që kemi 6 herë, do na duhet 6 herë më shumë kohë se sa u është dashur numëruesve të partive për të pak më pak kohë në fakt, për të numëruar dhe të vlerësuar votat dhe për të bërë tabelimin e rezultatit. Kryeministri Edi Rama rikthehet në SYMS pas zgjedhjeve të 11 majit për t'u përgjigjur live pyetjeve dhe komenteve të qytetarëve. Ai falenderoi popullin shqiptar për besimin që i dha. Kryeministri Edi Rama doli në SYMS për herë të parë pas zgjedhjeve të 11 majit ku fitoi mandatin e 4 qeverisës dhe ju përgjigj live pyetjeve dhe komenteve të adresuara nga qytetarët në rrjetet sociale. Ai falenderoi popullin shqiptar për besimin që i dha dhe që e kupton. Ju përshëndes të gjithëve, uroj të jeni mirë. Unë jam mirë. Jemi në një moment të mirë reflektimi. Kemi punuar dhe punojmë çdo ditë intensivisht për të projektuar në mënyrë tani më të detajuar në bazë të një kalendari hapash dhe
punësh mandatin e 4, por ndërkohë ecim në mënyrë shumë intensive me negociatat. Fëmijët dhe rinia janë pikë kryesore e mandatit ton të 4, tha Rama. Gjithashtu ai foli për disa nga planet dhe organizimet më të rëndësishme në Tiranë. Shpresojmë dhe besojmë që së shpejti do të marrim lajmin e hapjes një tjetër grup kapitush dhe sipas ambicjes dhe planit të hapim pastaj dhe grup kapitullin e fundit në mënyrë që t'i kemi të gjithë grup kapitull të hapur. Jemi në një diskutim së fundmi për të sjellë në Tiranë, në Shqipëri, por 95% në Tiranë, sepse jemi duke diskutuar edhe Durrësin e Vlorën si opsione, edicionin europian të Globe Soccer Award, pra të çmimit të globit futbollit. Kryeministri Rama nuk harron as ironizimin e Lulzim Bashës dhe kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berishës. Policia e Lushnjës ka proceduar 6 shtetas për aksident, dhunë në familje dhe shkelje dënimi. Aksident, dhunë në familje, shkelje dënimi janë disa nga veprat penale që kanë kërkuar ndërhyrjen e policisë së Lushnjës. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin BB 19 vjeç, banues në Lushnjë, pasi automjeti që drejtonte është përplasur me motomjetin që drejtonte shtetasi LB 45 vjeç, banues në fshatin Pluk. Si pasoj, është dëmtuar shtetasi LB, i cili u trajtua nga mjekët. Gjithashtu policia Lushnjë arrestoi në flagrancë shtetasin PT 49 vjeç, banues në fshatin Goriçaj, pasi u kap jashtë banese, ndërkohë që ishte me mas siguri arrest në shtëpi për veprën penale dhuna në familje, dhe referoi materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin SHP 51 vjeç, banues në fshatin Dushk, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj djalit të tij. Kurse policia e Divjakës referoi materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për 2 16 vjeçar, banues në fshatin Zharnec, pasi dyshohet se kanë vjedhur një motomjet në fshatin Muçias, dhe referoi materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin MT 51 vjeç, banues në Divjak, pasi ka shkuar te banesa ku jetojnë 2 fëmijët e tij të mitur, ndërkohë që ata janë të pajisur me urdhër mbrojtjeje ndaj 51 vjeçarit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Është zbuluar se një analizë e re e gjakut mund të ndihmojë në diagnostikimin e pacientëve me demencë. Një analizë e re gjaku për sëmundjen e Alzheimerit mund të zbulojë me saktësi njerëzit me simptoma të hershme, sugjeron një studim i ri. Ekspertët nga Mayo Clinic në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë dëshmi të mëtejshme se analizat e gjakut mund të përdoren për të diagnostikuar me saktësi demencën duke ekzaminuar 2 proteina në plazmën e gjakut. Këto proteina, amiloid beta 42-40 dhe ptau 217, janë të lidhura me grumbullimin e pllakave amiloide, një nga shenjat dalluese të sëmundjes së Alzheimerit, sipas The Guardian. Studiuesit zbuluan se analiza e gjakut ishte shumë e saktë, me një ndjeshmëri prej 95%, që do të thotë se ajo identifikonte me saktësi 95% të rasteve me probleme të kujtesës, me shumë pak raste të humbura. Ajo kishte gjithashtu 82% specifik, që do të thotë se ishte shumë e saktë në përjashtimin e njerëzve që nuk kanë demencë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në vitin 2021 kishte 57 milion njerëz në mbar botën që jetonin me demencë. Studimi u krye mbi më shumë se 500 persona në një klinik, që do të thotë se të dhënat janë të marra në praktikën reale të përditshme. Analiza e gjakut është miratuar nga Administrata Amerikane për Ushqimin dhe Barnat. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.